Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2024. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Sa e rëndësishme je ti në jetën e personit tënd të zemrës? Dhe çfarë gjëra të rëndësishme do të ndodhin në jetën tuaj? Pra, sa e rëndësishme je dhe çfarë gjëra të rëndësishme do të ndodhin në jetën tuaj? Pra, gjëra të rëndësishme të jetës tuaj, që është përveç dashurisë, është e puna, janë shumë gjëra të rëndësishme që mund të ndodhin në jetën tuaj. Në moment, jeni pak e mërzitur, apo i mërzitur. Dhe doni të largoheni, të merrni këtë rrugë që e keni me dy mendje drejt princesës tënde të monedhave, pra drejt dashurisë së zemrës tuaj. Sepse kjo femër për ju është si mbretëresha e shkopive. Një femër shumë e rëndësishme. Pra, gjëja më e rëndësishme për ju është kjo femër. Kjo mbretëresh që është shumë intelekte dhe ju fal dashuri pafund. Por kjo femër është pak e lidhur me litar dhe me të fash të syt. Duhet ta largoj dhe t'i flas fëmijës së saj të brendshëm. Sepse shumë shpejt do të marrë këtë lajm të mirë, këtë lajm të rëndësishëm, që është jo vetëm tek pjesa e monedhave, pra tek pjesa e bollokut, por edhe tek pjesa sentimentale e dashurisë. Mediton për të marrë atë përgjigje brenda vetes. Është në vetmi dhe mediton për të marrë përgjigjen e dur. Është një person shumë i drejtë, pra tjetër gjë e rëndësishme është pjesa e drejtësisë. Është një person shumë i drejtë. Dhe pse ka marrë lëndime të pafundme tek pjesa e dashurisë, ka pas net pa gjumë, me mendime negative, diskuton me dy persona shumë të rëndësishëm për këtë pjesë bollokut, sepse është e mërzitur apo i mërzitur dhe te pjesa e bollokut, që më shumë lek harxhohen se sa fiton. Në kullën tuaj ka ndodhur një problem për pjesën e egos së sëmurë që ka dikush nga ju. Dhe lidhja shpeshherë ka probleme me debate. Por gjërat do të ndryshojnë, sepse ky princ vjen me këtë lajm të mirë drejt jush dhe ju vendosni me këtë fuqi dhe komand që të shkoni dhe të realizoni ëndrat tuaja me mbretëreshën e monedhës, që ka dhe dritën e universit në dorë dhe pjesën e bollokut në dorën tjetër. Pra, dy gjërat më të rëndësishme të jetës tuaj është pjesa e dashurisë, që do t'ju realizohet së shpejti, dhe pjesa e bollokut që do merrni një mesazh shumë të mirë te pjesa e bollokut, te pjesa e financave. Me kë rezonon kjo energji, me kë gërm, sepse është energji e përgjithshme, me gërmën O, E, me gërmën L, Zh, R, Sh, me gërmën T, me gërmën A, N dhe me gërmën D. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonojnë me Demin, me Luanin, me Bigjëreshën, me Ujorin, me Britjapin dhe me Peshoren. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.